Mirë se po takohemi të dashur me të emisionit Familja Jon. Faleminderit shumë që çdo të diel në orën 16 jeni pranë televizorit për ndjekur mysafirët, intervistat, materiale. Të dielën emisionin Familja Jon e nisi me doktor Arjan Bujupin, ortoped dhe traumatolog, me të cilin do të flasim për frakturat më të shpeshta, si te fëmijët ashtu edhe te të rriturit. Kanë lëndime të shpeshta, a ndodh se kanë ai mungesë dhe janë tepër të ndihshëm, a veç thjesht pakujdesia? Unë e quj në përmbi 90% është pakujdesia. Mirë po në 10% që janë shumë smundje sistemike që i quajna, që ato mujnë me pru që mvaret sa ka intensitet trauma për me ndodh fraktura. Në pjesën e dytë do të sjellim rrëfimin e një ish përdoruesi të lëndëve narkotike, i cili është trajtuar dhe shëruar në spitalin e varësive Rezonanca 3. Kam shkuar në kish, kam dhe shqirë për familjartë, e kam thonë në lutjen, edhe dëshëm i qelë sytë dhe s'ka mujtë. Edhe kam njësë për zonën e gjyshe të më thonë, o dhe lenë që se të jaloje që a e forte, po e kjo pruvën. Tek rubrika 3 do të ndalimi në trajnimin profesional që organizon klinika psikosociale Visar Sadiku, i dedikuar fëmijëve me autizëm. Në blokun e 4 do të vizitojmë klinikën gjermane të syve, ku do të flasim për pajisjen më inovative që ata kanë sjellë për diagnostifikim të avancuar. E në pjesën e kuzhinës, nutricionista dhe dietologja Albolena Shabani Ilazi na sjell recetën e supës me kungull, të shëndetshme dhe plot shije. Të shëndetshme, unë i shtoj edhe vaj ulliri. Tepër e mirë. Fantastike, do me thonë supa jam e preferuar është supa e kungullit. Kur të shkojnë Lena, ja qesim edhe pak krep. Takohemi të dielën në ora 16, vetëm në Familja Jon. Familja Jon mundësohet nga Klinika Gjermane e Syrit, Instituti për Shërbime Psikologjike Sociale Visar Sadiku, Spitali i Përgjithshëm Rezonanca 2, Spitali i Varësive Rezonanca 3, Mobileria Mia Home, Saloni Perdeve dhe Tepijave Visari Home, Shkolla Finlandeze.